Kryeministri Edi Rama pritet të shkaktojë tërmet politik në qeveri me emrin që do të zvendësojë Belinda Ballukun, një nga postet kyçe që e mban në kabinet në kulmin e hetimeve të SPAK për korrupsion dhe shkelje të rënda në tenderët publik. Sipas burimeve të sigurta pranë mazhorancës, Rama e ka vendosur tashmë emrin që do të zvendësojë zvendës kryeministren. Bëhet fjalë për Herald Jonukzajn, aktualisht drejtor juridik në kryeministri, një figurë pak e njohur për publikun, por i konsideruar njëri besnik i strukturës qeveritare dhe mbrojtës i linjës zyrtare të qeverisë përballë drejtësisë. Jonukzaj ka qenë një nga zërat kryesor që ka përfaqësuar qeverinë përballë gjykatës kushtetuese në çështje që lidhen drejt për drejt me vendimet e SPAK ndaj Ballukut dhe institucioneve të tjera. Brenda rretheve politike, ky emërim shihet si një lëvizje Ramës për të rifituar kontrollin e plot mbi një nga ministritë më të fuqishme në vend. Jonukzaj perceptohet si figurë në ndikim e ish sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë, Angela Gaçi, i larguar së fundmi mes hetimeve dhe presionit të SPAK. Ndërkohë, hetimet ndaj Ballukut lidhen me projekte madhore infrastrukturore, përfshi tunelin e Llogaras, ku dyshohet për manipulim të procedurave të prokurimit publik. Akuzat kanë shkaktuar reagime të forta publike dhe protesta masive në Tiranë, duke rritur presionin ndaj qeverisë. Edhe pse Balluku i ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se do të bashkëpunojë me drejtësinë, burimet politike bëjnë me dije se vendimi për largimin e saj është vetëm çështje kohe. Qeveria ende nuk ka bërë një njoftim zyrtar, por zhvillimet pritet të zyrtarizohen në ditët në vijim.